Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po mbron interesat e familjes së tij, kur i del në mbrojtje ish drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha përsëriti akuzat se tendrat e akshit janë marrë nga personat afër të kryeministrit Edi Rama. Mbrojti Linda Ramën, shkurt që ta kuptojnë qytetarët përgjigjen time. Edi Rama mbrojti atë që e quajnë gjysmë e tij më e mirë. Se Mirlinda ka zbatuar çdo urdhër, çdo porosi të lindës së Sullenit. Dhe këtë e ka marrë vesh çdo njeri. Sipas Berishës, se të ndërhyrjet e fundit në ligjin për qeverisjen elektronike dhe funksionimin e akshit i shërben interesave të personave të afërt të kryeministrit. Tani në parimin që Hajduti nuk ngopet kurrë, kërkon të privatizojë tendrat e akshit. Ndërkaq Berisha përsëriti akuzat se kryeministri po ndryshon kodin e procedurës penale për të mbrojtur veten nga hetimi i SPAK-ut. Berisha deklaroi se kjo ndërhyrje është në shkelje të kushtetutës. Në një akt antikushtetues, tepër të rrezikshëm, ka paraqitur amandamentin Rama-Lubia, me të cilin kërkon t'i jap ministrit, t'i jap zëvendës kryeministrit dhe kryeministrit atë mbrojtje që kushtetuta nuk ja ka dhënë. Mirë po, ka një parim themelor. Atë që nuk ka dashur të bëj kushtetuta nuk mund ta bëj ligji. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha argumentoi se edhe gjykata kushtetuese në një vendim të vitit 2002 ka theksuar se ligji nuk mund t'i japë një mbrojtje që kushtetuta nuk e ka dhënë.